Tragjedia në Greqi humbi jetën dhe 17 vjeçaria tjetër që u hodh nga terraca e pallatit me shoqen e saj. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Greqinë dhe ka përfunduar tragjikisht pasi ka ndruar jetë edhe 17 vjeçaria e dytë që ndodhej në gjendje kritike në spital pas incidentit të ndodhur 2 ditë më parë. Sipas autoriteteve dhe mediave lokale, adoleshentja ishte shtruar në reanimacionin e spitalit Katna Thin, ku po merrte trajtim intensiv pas ngjarjes së rëndë ndodhur në 12 maj. Vdekja e saj është konfirmuar mbrëmjen e 14 maj, ndërsa mjekët kanë bërë të ditur se gjendja e saj kishte qenë kritike gjatë gjithë kohës së shtrimit. Policia greke po vjon hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes, e cila ka tronditur opinionin publik në vend.